O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër. Nga se atë që ju përqeshni mund të jenë më të mirë se ju. Dhe nuk bën që një grua ta shajë një grua tjetër, apo disa gra t'i shajnë disa gra të tjera, apo disa burra të tjerë, sepse ata që shahen mund të jenë më mirë nga sharësit, thot Allahu Xheleshanu. Dhe përsëri ky është një ajet që i përbashkon njerëzit dhe nuk i përçan. Në fakt, fatkeqësisht në traditën tonë, në popullin tonë, çështja e përçarjes është diçka shumë e përhapur në popull. Ndërkohë Islami nuk e kërkon këtë gjë në moralin e muslimanit. A nuk jemi ne që i ndajmë njerëzit tanë shqiptar në krahina të ndryshme? Jo po vlonjat, jo po tropojan, jo po kuksian, jo po dibran, jo po elbasanli, edhe të gjithë secili vendos një epitet. Edhe kemi dhe një gjë të mirë se i përfshim të gjithë. Se pa përmend emra, filanët në filan zonë janë njerëz që nuk bëjnë. Për çfarë ti mund të përgjithësosh në këtë formë? Me çfarë të drejtë ti ndoshta je përballur me një njerëz të keq në jetën tënde, por nuk do të thotë që gjithë ai fshat apo gjithë ai qytet apo gjithë ajo krahinë që kanë njerëz të këqij, sepse ndoshta ata janë më të mirë se sa ty, sepse pa diskutim që ka njerëz të mirë, pa diskutim që midis tyre mund të ketë njerëz që kanë vend dhe pozita të larta tek Allahu Xheleshanu. Prandaj marrëdhënia jon duhet të jetë e kësaj forme, pa përqesh dikë, pa e nënçmuar dikë, një krahin, një njeri, një burr, një grua apo edhe më shumë se kaq, sepse shohim që Islami të vendos një edukat të tillë. Ndoshta ti je më keq se ai pse e shan atë. Pra ti përmirëso veten tënde është ideja. Ti bëu i mirë. Bëu ti i mirë nëse ai është i keq. Ti mos shiko të keqen e tij, po shiko të përmirësosh veten tënde në raport me Allahun Xheleshanu dhe me etikën islame në jetën e përditshme që të kërkohet.